Zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit janë vlerësuar si një proces përgjithsisht i lirë, konkurrues dhe i drejtë, ndërsa nuk janë evidentuar parregullsi që do të cenonin integritetin e përgjithshëm të zgjedhjeve. Ky vlerësim u prezantua në konferencën Forcimi i integritetit zgjedhor, gjetjet dhe rekomandimet nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2026 të organizuar nga Koalicioni Demokracia në Veprem. Sipas Demokracisë në Veprem, administrimi zgjedhjeve ishte kryesisht profesional dhe teknikisht më i avancuar krahasuar me proceset e mëparshme. Megjithatë, janë evidentuar sfida në qasjen e vendvotimeve për personat me aftësi të kufizuar, zbatimin e njëtrajshëm të procedurave dhe në mjedisin digital informativ. Zëvendës ambasadori i Zvicrës, Kristof Fok, tha se zgjedhjet u zhvilluan në një mjedis të qetë, konkurrues dhe paqësor. Ai vlerësoi punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, por theksoi se mbeten çështje që kërkojnë përmirësim. Ai gjithashtu bëri thirrje për formim të institucioneve të reja. Zgjedhjet e fundit janë bërë në një mjedis të qetë, kompetitiv dhe paqësor. KQZ ka administruar shumicën e rasteve profesionalisht në PZAP, po ashtu ka treguar profesionalizëm, këto janë arritje të rëndësishme. Raportet tregojnë për vështirësitë në gjetjen e pikave të votimit të tyre, mungesën e qasje me persona me aftësi të kufizuara dhe aplikimi konsistent i procedurave dhe sfidat në mjedisin digital informativ. Këto nuk janë qasje vetëm teknike, ka mungesë në besim, qytetarët duhet të besojnë se ligjet aplikohen për të gjithë paralel dhe se vota është e mbrojtur dhe e fshehur. Zgjedhjet nuk i zëvendësojnë institucionet funksionale, aktorët politik duhet të jenë në gjendje të mos pajtohen, pa lejuar që të parandaloj funksionalizimin institucional. Dalja ulët në votim ka theksuar nevojën për institucione efektive. Ndërkaq, Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se zgjedhjet e 7 qershorit ishin dukshëm më të mira në aspektin teknik krahasuar me proceset paraprake. Megjithatë, sipas tij, në aspektin politik, zgjedhjet dëshmojnë se vendi vazhdon të përballet me kriza institucionale që nuk po arrin të zgjidhen përmes proceseve politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në pjesën dërmuese të operacioneve ka administruar procesin në mënyrë më profesionale, më të qetë e më funksionale se sa në të gjitha proceset paraprake. Mirnie Stubla nga ambasada e Suedis në Kosovë tha se zgjedhjet e 7 qershorit janë vlerësuar si të lira dhe konkurruese, ndërsa nga ambasada Suedis janë evidentuar edhe disa sfida që kanë shoqëruar procesin zgjedhor. Çdo gjetje, rekomandim apo propozim ka vlerë të madhe dhe kontribuon në përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit zgjedhor si dhe në reformat e ardhshme. Në konferencë u theksua gjithashtu rëndësia e vëzhgimit të zgjedhjeve për rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe